as edhe njëherë të vetme, divorci nuk është zgjidhja e parë. Është prej atyre gjërave të lejuara por të urryera. Lidhja martësore është, si thua, një lloj lidhje e cila nuk është e ngritur mbi parime teknike, mbi parime të një ortakërie teknike që, për shembull, unë dhe ti mund të kemi një raport tregtar dhe unë të llogaris ty si ortak në tregti për çdo cent të shpenzuar. Në Kur'an në kapitullin Rum, Allahu ka konsideruar që prej shenjave që dëshmojnë ekzistencën e Zotit, është edhe prehja shpirtërore që ne e gjejmë tek gruaja. Pra gruaja nuk është diçka e keqe, po të kishte qenë e kthillë, nuk do të kishte pasur asnjë kuptim që ne ta gjejmë prehjen tek gruaja. Por përderisa Zoti ka bërë të kthillë, atëherë ka kërkuar që ndërmjet burrit dhe gruas të ketë mawadda wa rahma, ketë një dashuri të përzier me rahmet, me mëshirë. Pra një dashuri e cila burrin e bën që ndaj emocionalisht dhimbjet me gruan, problemet me gruan. Pra diçka që burrin dhe gruan, siç ka ardhur në një ajet tjetër, i bën një lloj mbulese për njëri tjetrin. Burri dhe gruaja janë mbulesë edhe emocionale për njëri tjetrin. I gjenden pranë njëri tjetrit, janë më të afërt me njëri tjetrin se sa me të tjerët. Prandaj duhet ta kemi parasysh këtë. Çështja tjetër në Kur'an dhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ne gjejmë mësime shumë interesante, të cilat nëse i ndjekim, kanë vërtet një efekt të jashtëzakonshëm zgjidhjen e problemeve. Martesa përderisa është shenjë ekzistimit të Zotit, as edhe njëherë të vetme, divorci nuk është zgjidhja e parë. As edhe njëherë të vetme. Divorci është absolutisht zgjidhja e fundit. Madje në fe ka edhe një tekst që është prej atyre gjërave të lejuara por të urryera. Pra divorci është, si thua, zgjidhja e fundit. Duhet të ekzistojë për shkak se ndonjëherë jeta nuk mund të vazhdojë në çift. Mirë po, a është zgjidhje primare, a është zgjidhje parimore? Jo. Është zgjidhja e fundit që bëhet. Prandaj në Kur'an gjejmë që Zoti në radhë të parë e urdhëron burrin që ta këshillojë gruan. Dhe këshillimi duhet të jetë në privatësi. Pra jo ta këshillojmë pranë të tjerëve, jo ta qortoj, nga se mund ta lëndoj. Pastaj nëse gruaja vazhdon me se them sjelljen jo të mirë, është praktik tjetër që t'i bëhet presion psiqik nëpërmjet braktisjes së gjumit bashk, pra të mos e ndajnë njëjtin shtrat. Nëse as kjo nuk jep efekt, atëherë kalohet tek familja. Zoti ka kërkuar që të marrim një njerëz të mençur prej familjes së gruas, një njerëz të mençur prej familjes së burrit, dhe këta të angazhohen që ta bëjnë zgjidhjen e problemit, zgjidhjen e problemit. Ky mekanizëm, nëse mund ta quaj, sipas fesë, nuk ka të drejtë, që nuk ka mandat që t'i shkurorëzoj.